Nëse ngroheni dhe gatuani me supë me dru, duhet urgjent ta dëgjoni këtë lajm. Aktivistët dhe ekspertët mjekësor po ju bëjnë thirrje njerëzve që kanë metoda alternative që të mos përdorin sobën me dru ose stufat me dru këtë dimër pasi shqetësimet e rritura në impaktin e tyre të shëndetit publik do t'jenë edhe më të mëdha. The Guardian së fundmi raportoi se djegjet e drunjve trefishojnë shkallën e thërmiave të dëmshme brenda shtëpive, ashtu si dhe krijimin e shkallës së dëmshme të ndotjes që mund të mbathë edhe një sër problemesh për njerëzit e shëndetshëm. Tashmë ekspertët e Asma UK po i kërkojnë njerëzve të mos djegin dru fare përveç nëse e kanë kurfar alternative tjetër për ngrohje. Tash dihet se djegja e druve dhe qymyrit lëshon thërmia që janë në format më të rënda të ajrit të ndotur për shkak edhe të problemeve të mushkërive, citon Sarah McFadden, shefja e politikave në fjalë. Kjo gjë mund të ndikojë edhe në shëndetin e mushkërive dhe në përkeqësimin e punës së tyre.